por dhe vetë Serbia kanë futur hundët duke i përçarë shqiptarët që asnjë nuk kanë qenë kaq përçarë sa janë sot në këtë fushat zgjedhore vendore, të kenë grindje midis tyre dhe të mendojmë që e nesërmja, pra ditën ku do mbaroj përfundimi i numërimit votave, vjen vdekja për një parti politike, vjen vdekja për një koalicion politik, gjë që s'është e mirë kjo që e kam përmendur shpeshherë. Është për të ardhur keq që këtu bëhet fjalë për të ardhmen e shqiptarëve të barabartë me maqedonasit, apo maqedonasit pronar të këtij shteti dhe zotën nëse shqiptarët dorë dytë apo shërbëtor të këtij shteti duke paguar tetim taksa dhe duke i shërbyer vetëm këtij shtetit, duke mos i shërbyer rreth parë vetvetes, gjuhës shqipe, identitetit kombëtar, kënaqësisë kombëtare. Pra kjo është ajo që më tremu më shumë dhe fatkeqësisht nëse do bëjmë të dy grupacionet, Vleni dhe Aki, Vleni nuk ka kapacitetin dhe intelektual dhe kapacitetin e shumë gjërave, presioneve që mund të qëndrojnë presioneve të brendshëm të Maqedonisë, por dhe të jashtëm, në krahasim me Akin apo me BDI-n, që BDI-ja ka treguar që ka qenë një parti përtej gabimeve të brendshme, përtej atyre zhvillimeve të brendshme tonat, por ka mbi interesin e tyre personal, ka vënë interesin shtetëror, duke bërë që Maqedonia të antarësohet në NATO, duke bërë që Maqedonia të ndrojë emrin kushtetues dhe të vazhdojë drejt antarësimit BE. Këto të gjitha kanë ardhur në qeverisjen që BDI-ja ka qenë koalicion me partitë maqedonase, ndërsa Vleni nuk e ka këtë forcë, nuk e ka këtë autoritet, por dhe kapacitetin intelektual. Pra maqedonasit kanë vënë shenjestër në këto zgjedhje, pavarësisht se janë lokale, duke i kthyer ato në politike qendrore, duke vendosur figurën e Ali Ahmetit. Përtej thash gabimeve që mund të ketë pas gjatë këtij rrugtimi politik zoti Ali Ahmeti, është e keqja më e vogël apo politikani më i mirë sot për sot këto 20 vite që neve duhet shikojmë veten tonë ku ishim, ku jemi dhe ku vemi. Pra, shqiptarët kur ka marrë në 2001, mas luftës 2001, ose po mos ndodhte luftë, ndoshta nuk do të isha të martohesha në Maqedoni apo të jetoja në Maqedoni me bashortën këtu. Do ikja si shumë të tjerë. Por ka qenë pikërisht lufta e 2001-shit e ushtrisë shqiptare kombëtare, e zotit Ali Ahmeti dhe shumë të tjerëve për krahas të tjerë, që më tej erdhi forcimi i gjuhës shqipe, nuk them se gjuha shqipe ka nderin që i takon e barabartë me gjuhën maqedone, po forcimi apo avancimi i gjuhës shqipe, avancimi i shqiptarëve që e kanë ndëruar të jenë ministrët brendshëm, e kanë ndëruar të jenë kryeministra, e kanë ndëruar të jenë kryetar kuvend, ndërsa këto i gëzojnë këto poste. Edhe sot kryetari i kuvendit, zoti Afrim Gashi, që është i Vlenit, që vjen nga grupacioni Vlen, as nuk e ka ndëruar kurrë të ishte ai kryetar kuvendi, nëse nuk do bënte BDI-ja, nëse nuk do të ishte bërë atentat në rrafje zotit Zjadin Sela të Aleancës për shqiptarët në atë kohë prill të 2017-s, pra gjitha këto kanë një sakrifisë të madhe, qoftë zotit Ali Ahmeti, BDI-s, po dhe të koalicionit Aki, Aleancës Kombëtare për Integrim. Pra duhet i shikojmë gjërat. Këta mendojnë disa që arrihen shumë shpejt të qenë një shqiptar të bëhet kryeminist në Maqedoni apo kryetar kuvendi, apo ministër i brendshëm. Kto nuk arriheshin. Pak të sakrifisë të madhe të disa politikanëve, ku themi edhe në këtë rast zotit Ali Ahmeti dhe shumë të tjerë. Dhe unë personalisht, duke jetuar 24 vite këtu, e di peshën sa e ka çdo politikan shqiptar, kapacitetin intelektual dhe forcën e tij përballë një Maqedoni apo një politikan maqedon apo një parti. Prandaj, nëse nesër do jetë Ali Ahmeti, kush mund ta zëvendësoj? Pra, a ka njerëz pa nga pak mund ta zëvendësoj të thënë zoti Arben Taravari, po ndoshta edhe zoti Zjadin Sela, po përsëri nuk e kanë bagazhin e luftës së 2001-shit zotit Ali Ahmeti, apo të luftës Kosovës zotit Ali Ahmeti, apo të organizatave ilegale që zoti Ali Ahmeti ka qenë një nga drejtuesit kryesor të LPK-ve dhe atyre organizate ilegale të viteve 80, që sollën pastaj demonstratët e mëtejshme në Jugosllavi apo në Kosovë, që sollën themelimin e 2 ushtrive të UÇK-s apo qoftë të Preshevës të 3 ushtrive tona. Por gjatë fushatës, sikur e thatë ju, ka qenë mjaft e fortë që nuk kanë ngelur vetëm te rrafshi akuzave dhe kundër akuzave, por kanë shkuar deri në publikimin në Mosgaboj, sipas mediave, edhe disa video incizimeve duke akuzuar një kandidatët, pra shqiptar të BDI-s në Mosgaboj në Kërçov. Do të thoja kanë dalë aty disa incizime me zë, jo me figurë, për zotin Fatmir Dehari. Askush nuk mund garantoj që a janë të vërteta, a janë gënjesha, duke shikuar si një amator. Këto vetëm janë struktura shtetërore qoftë Maqedonisë, Shqipërisë apo kudo vend tjetër që kanë janë hedhur 3 ditë para zgjedhjeve edhe janë lënë për tani ka diçka. Pra, mundet të jenë montazhe, mundet të jenë të vërteta. Këto janë institucione dhe specialistë të veçantë që e vërtetojnë këtë. Pra, ende nuk ka një deklaratë të Ministrisë të Punëve të Brendshme të Maqedonisë që të deklarojë këto janë të vërteta,
apo janë gënjeshtra. Dhe nëse janë vërteta, kapaciteti çdo shteti e ka që ta detyrojë kryetarin e një komune apo bashkie apo qoftë ministër të jetë deputet, japin dorëheqje dhe të shkojnë në hetim për keq përdorim të postit të QK për shembull, të postit zyrtar, pozicionit zyrtar. Që duhet të them nuk është disa incizime kështu. Sot jetën tona përgjigjen shumë kollaj edhe nga telefoni edhe nga kabllocka Zoti Dhalla, ai që më bën përshtypje është që nuk është herë e parë që në Maqedoni luftohet në këtë mënyrë me videoincizime, bomba siç quheshin dikur. Një gjë duhet të themi, varet çfarë incizimesh janë, nuk këtu ka një ligj të veçantë. Nuk është se po them që kjo është e vërtet apo është montazh. Por e kam fjalën kjo mënyrë me videoincizimet. Duhet të pasqyrojë diçka që ka një ndryshim të madh midis Kushtetutës Maqedonisë dhe Shqipërisë në rastin e incizimeve me zë apo me figurë. Ktu është ndaluar me ligj të rrep incizim ilegal. Domethënë, ato emisione që bën fix fare në Shqipëri apo të tjerë, këtu janë të ndaluara. Qoftë edhe unë, korrupsioni më të madh dhe të vrasjes, nuk i merr me ligj, nuk i merr parasysh prokuroria dhe gjykata, se quhen të jashtëligjshëm dhe dënohet ai që i ka incizuar. Pra këtu është tjetër sistem, nuk është si Shqipëria që ke incizimin e nxjerr media, nesër prokuroria dhe policia ngren akt akuzë dhe vinë ke dera ti vën pranga. Do ishte mirë të ishte si në Shqipëri edhe këtu. Por nuk është ashtu. Por politikanët apo ato që e votuan këtë ligj diku në 16 apo 15 mos gëvoj mas votimit të bombave, bën këtë gjë. Por duhet jemi përsëri të kujdesshëm se nuk kemi specialista. Po nga informacionet që merren me politikën këtu, është kjo. Rasti atyre bombave ishin incizime ilegale të vetë strukturës të zbulimit dhe kundërzbulimit shtetëror të Republikës Maqedonisë. Pra, vetë shteti, struktura specialistët i incizonin rreth 50.000 apo 30.000 numra të njerëzve, por përsëri ishin ilegale, pa urdhër prokuroria apo gjykate. Kjo është defekti atyre incizimeve që kalojmë që nuk ka të drejtë keq përdorimi i pozitësh shtetërore të inspektorëve në atë kohë që disa nga ato që incizon janë në arratisje sot e kësaj dite. Ndërsa në rastin në fjalë në Kërçov, në komunën e Kërçovës apo të zotit Fatmir, Deari që pa e mbrojtur pa ashtu, as nuk e njoh, se kam takuar asnjëherë në jetën time kaq vite, janë incizime, mendimi im, janë incizime që janë marrë, nuk janë incizime që janë bërë në xhep apo me kurthe, po janë incizime që mendoj unë janë marrë nga kamerat e sigurisë që ka vetë komuna apo kamera e sigurisë që ka vetë ndoshta vetë në zyrë zoti Fatmir Deari, dhe ato nuk kanë nxjerr figurën, por kanë nxjerr vetëm zërin. Sepse ka rreth një vit apo ndoshta edhe më shumë në Maqedoni po vendosen kamerat, jo kamera me bardhëzi siç është pa zë, që jemi mësuar të shohim në rrugë, në semafora këto, po kamera me ngjyra, me figurë dhe me zë. Pra në çdo institucion janë dhe me zë kamerat e incizimit. Dhe ndoshta hakerat, urithët, si mund ta quaj, kanë ndërhyrë në hard diskun që incizon 6 muaj që i mban këto incizime dhe ka marrë këto biseda që mund të bëhen dhe montazhe, mund të jetë vërteta 100%. Pra duhet fjala është e specialistëve. Derisa specialistët e Ministrisë Punës së Brendshme të Republikës Maqedonisë nuk janë deklaruar që gjë që të lënë dhe huhuti, sepse puna e parë duhet ishin deklaruar specialistët e Ministrisë Punës së Brendshme që thoshin i kemi marrë këto materiale, po i hetojmë janë të vërteta ose janë gënjeshtra. Që 3 ditë para zgjedhjeve apo 5 ditë para zgjedhjeve kuptohet që këto janë me prapaskena, janë me incizime, sot kemi inteligjencë artificiale që ta bën zërin dhe figurën si dushti, por përsëri ka specialist, siç ka virus, ka dhe antivirus. Pra ka specialistë që e vërtetojnë që nuk janë origjinale, po bëhen montazh apo kanë marrë zërin dhe bëjnë këtë gjë. Prandaj unë e shoh, duke ditur që bota ecën shumë përpara me elektronikën, e shoh si diçka përderisa nuk ka reagim. Prokuroria gjykata e Maqedonisë dhe specialistët atëherë më duket si mashtrim, mendimi im. Zoti Dhalla, kush është barometri i fundit në 2 prej aty që mund të cilësohet bashkitë kryesore në Tetove dhe në Çajir? E kam thënë janë rreth 3 bashki, mendimi im, që këto lidhen direkt me Aliamentit. E para është Çajiri, që lidhet personalisht se ka pas një deklarata mediash me zotin Izet Mexhiti ndër vite, rreth 2-3 vitet e fundit që kur doli grupi zjarrit që u dhishën nga zoti Izet Mexhiti që natë ishte nënkryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, pra zëvendësi i Aliamentit. Dhe mendoj që është një bazë personal i Çajirit, i zotit Izet Mexhiti dhe zotit Aliamentit. Por duhet dim që zoti Izet Mexhiti si nënkryetar i BDI-s ka pas dorën e tij gjatë dhe të lirshëm të kontrollojë Shkupin, Kumanovën, Araçinën si nënkryetar partie, si kryetar i grupit parlamentar, si deputet.
po dhe si kryetar bashkie rreth 3-4 mandate që e ka udhëhequr Çairin. Pra ai është figurë e njohur atje me votuesit, me tjerë, ka bërë punësime, ka bërë gjëra tjera pozitive, për shembull, qoftë dhe negative. Pra e njeh mirë terrenin krahasim me zotin Bujar Osmani, i cili nuk është njeri i terrenit, por gjithmonë ka qenë elit klasike, si ministri i jashtëm, ministri i shëndetësisë dhe deputet. Pra nuk ka qenë pranë votuesve, pranë qytetarëve të thjeshtë që të ketë direkt, po është marrë me punën shtetërore dhe me bisedime ndërkombëtare, siç ishte ndryshimi i emrit kushtetues, që e kemi dhe marrëveshjen e presë, që ka qenë ministri i jashtëm atko, ka qenë përfaqësues kryetar i OSBE-s, mos gaboj, një vit ku ka pas Maqedon. Pra është Bujar Osmani është më lart, domethënë në aspektin e terrenit, jo me njerëzit me si ta them, me menaxhimin e ujtit, me menaxhimin e rrugëve, me menaxhimin e shkollave. Ky është ai krahasimi që mundet këtu të çaroj pak zoti Bujar Osmani në bisedën direkt me votuesit. Nëse ana tjetër është Tetova. Tetova është kërtizë e patriotizmit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jo sot. Ka qenë këtu e 150 vite, 200 vitet e kohën e Perëndimit Osmanit, disa pashallarët kanë pas qendër Tetovën, që heri përkiste manastiri, domethënë si vilajet, dhe heri përkiste Kosovës te Tetova. Pra tregojnë që Tetova është kërtiza. Tu kanë qenë gjithmonë shtabet, gjithmonë lëvizjet kombëtare, bazat e organizatave ilegale, dhe më shumë ka pasur burgosur politik dhe gjithmonë ngritja e flamurit në 68, nifën ngritja e flamurit në Tetova, atëherë shqiptarë që u burgosën, dhe shumë lëvizje tjera. Dhe kjo është, dhe këtu e ka Selin, shumë parti politike këtu e kanë pas Selin që në themelimin e vitit 1990, dhe Tetova është si kërtizë. Dhe nëse e humb dhe këtë zoti Ali Ahmeti, atëherë them unë është shumë vështirë e madhe, domethënë se Tetova bëhet rreth 90.000 votues dhe 200.000 banor, afërsisht ka Tetova si qytet, si komunë. Por si rajon është dhe më e madhe. Prandaj them që është kjo. Ana tjetër është Kërçova, që e shohin si një përballje midis shqiptarëve dhe maqedonë. Ndërsa unë gjithmonë në syrin tim, duke shikuar se jetojmë në shekullin 21, në vitin 2025 për ty në 2026, nuk duhet i shikojmë përplasjet e komunave midis maqedonëve dhe shqiptarëve, turqive apo të tjerëve serbe. Duhet shikojmë si një përplasje të konceptit ekonomik për zhvillimin e komunës, sa më shumë rrugë, sa më shumë ujë të pishëm, sa më shumë punësime, sa më shumë zhvillim që të arrijmë Europën. Pra e shoh, edhe nëse e fiton një maqedonac komunën e Kërçovës, nuk është tragjike për mua, për arsye se ato e kanë pasur edhe më parë para 3 mandateve, ato duket deri në 2013-ën, mos gaboj, kanë udhëhequr maqedonacët dhe nuk kishin ndonjë tragjedi. Mjafton, them unë, që kryetari i komunës të jetë shërbëtori i gjithë qytetarëve pa ngjyra politike, etnike, ngjyra fetare, pa të shërbejë. Unë kështu e shoh. Edhe pse këtu kjo gjë është nuk shihet këtu, tu shihet gjithmonë përplasje etnike, që prandaj nuk ecën përpara dhe Maqedonia, akoma nuk po zhvisen maqedonacët dhe nuk pranojnë që shqiptarët duhet të jenë të barabartë dhe të tjerët me maqedonasit, themelues të shtetit të ri, zhvillues të shtetit të ri, përderisa pagojnë tatim taksa të gjitha, pagojnë rrymë elektrike, të gjithë llojet e tatim taksa, pra duhet të jemi të barabartë. Maqedonasit nuk pajtohen me këtë gjë. Kjo ka arsyeën e vet, sepse që nga 1945 deri në 2002, pra kur doli në skemë politike BDI-ja, zoti Ali Ahmeti, Maqedonia ishin shumë lart dhe nuk linin shqiptarët punsoshin polici, gjykata, e të kishin kryetar kuvendit, kishin kryeministër. Zoti Lava, dhe diçka të fundit kam të hënën në gjykimin tuaj, do të kemi ndonjë deklaratë për zgjedhjet parakoshme, të përgjithshme, apo ndoshta del vleni edhe hyn BDI-ja në qeveri? Do të them këtë gjë që të hënën nuk është se marron, se këtu zgjedhjet vazhdojnë me 2 mandate. Është një matje pulsi për kush merr më shumë vota. Domethënë grupacioni, flasim Vleni apo Aki, domethënë BDI-ja me grupacione të tjera apo 20 me Xhiti me të tjerë. Unë po ta them që tani e kam thënë më parë. Të paktën është 2-1 për Akin. Vota popullore është për Akin. Por ajo që i ndihmon Vleni në komunat e ndihmon një përqindje e vogël, për shembull që kanë maqedonasit 3.000 apo 5.000 vota, se për aq bëhet fjalë. Domethënë shkëputja e BDI-s bëhet fjalë për 3-4.000 vota në çdo bashki. Dhe maqedonasit kur votojnë për shembull për Vlenin, këto 4.000 vota që ecin politikisht si paqet, atëherë del fituese Vleni. Por vota popullore është të paktën 1-2. Mos them 1-3 apo 1-2.5. Domethënë do kemi diku 130.000 apo 150.000 të Akit, me rreth 50.000 deri në 70.000. Pra 1-2 është e sigurt.
sepse vota popullore është e BDI-s, duhet të jemi të qartë. Por të vendosin maqedonasit mund vendosin, mund të jenë ata që mund vendosin për fatin e komunave shqiptare. Mund të jenë votat pakicet maqedonase për disa komuna që do bëhen në raundin e dytë, edhe një herë në raundin e dytë. Pra, duhet të them këtë gjë, aksidentalisht zoti Bilal Kasami ka fitu komunën e Tetovës, aksidentalisht nga përçarja midis vetë BDI-s dhe votës së Maqedonasit, dhe atëherë në atë kohë votës që rreth 7.000 vota të aleancës për shqiptarët që kishin. Pra, nuk është se e ka fitu vetë direkt, por u forcuan pastaj njerëzit lëvizin për interesat vogla këtu, për një regjistrim shkolle, për një heqje mungesash që këtu jepet vota, shumë vote nënçmuar. Këtu apo ndoshta edhe me shit bleri ato janë të nënçmuar votat këtu. Ta regjistrojmë djalin në gjimnaz apo ta regjistrojmë shkollë punëtore apo bujqësore. Ja, ta regjistrojmë gjimnaz sot ai më jep votën. Pra, e shikon që ka detyrë të regjistrohet fëmia në një shkollë të mesme me ligj. Pra, këtu është shumë nënçmim dhënia e votës. Por dhe një herë e them, pas të hënën, zoti kryeministër Mickoski duhet mendohet mirë. Do ta çojë Maqedoninë me hapa të shpejta drejt BE-s, apo Maqedonia do të ngrijë e pakta, apo do të ecë mbrapsht. Sepse dhe zoti Mickoski është në një pozicion shumë të vështirë nga vetë antarësia e tij e partisë, sepse ka marrë shumë pushtet, shumë vota, domethënë 58 deputet që me 61 bëhet qeveria për 3 deputet, dhe ai nuk po bën asnjë zhvillim rreth një vit e gjys që është kryeministër, asnjë zhvillim të Maqedonisë në arenën ndërkombëtare, që Maqedonia të jetë e barabartë me Shqipërinë dhe antarët e BE-s. Maqedonia është shumë mbas Shqipërisë në bazë të ligë juridike dhe hapin e bisedimit me BE-n. Pra, zoti Mickoski, ashtu si dikur kryeministri Zajevi që rrezikovi, duhet rrezikojë edhe ky për të mirën e qytetarëve të tij, për të mirën e Maqedonisë të Veriut, nëse duan ta mbajnë si shtet. Nëse s'duan ta mbajnë, Maqedonia është shumë e prish dhe shumë mund shkatërrohen brenda 40 tetorëve, sepse janë grupacione të shumta të etnive që nuk ndjehen rehat pastaj kur shikojnë që Maqedonia ngec. Mos harrojmë, kemi rreth 250.000 Maqedonas temi, shtetas Maqedonisë, që janë deklaruar bullgar dhe gëzojnë shpejtësinë e Republikës Bullgarisë rreth 250.000. Por nëse kemi rreth 250.000 me shtetësi bullgare, këta vetëm me dy i bëjnë 500.000 vota. 500.000 vota jo vetëm që kalojnë shqiptarët, po kalojnë dhe Maqedonasit si votues më tej, sepse këto vota i marrin nga Maqedonasit, nuk i marrin nga shqiptarët. Pra është rrezikshmëri. Prandaj zoti kryeministër Mickoski duhet të jetë i qartë që të hënën të ulet, të rrezikojë nga vetvetja, ta lejë egon dhe të thresë ata parti politike shqiptare që kanë dhe një vot më shumë se një tjetër, që do bëjmë ecjen e Maqedonisë përpara me zgjedhjet parakohshme në mars apo në prill, apo ndori kryeministër dhe 3 vite dhe mas 3 vitesh nuk e di çfarë do ndodhi këtij shteti. Situata është e brisht, duke uruar që mos ketë incidente ditën e diel. Zoti Valla, falenderoj shumë për bisedën. Dohet të sqaroj që Maqedonia për zgjedhje, ashtu si Kosova, janë shumë para Shqipërisë. Nuk ka incidente, ka shumë vite që këto zbatojnë disa ligje që Shqipëria nuk i zbaton. Një pak të prekësh botën, apo një pak kesh, nuk ka këtu kushëri nxjerr nga burgu. Direkt shkon 3 vite deri në 5 vite. Dhe në 2008 rreth 500 shqiptar, po dhe maqedonët, po shqiptar 500 shkuan nga 3 vite deri në 5 vite vetëm për tentativat vogla prishje rendit brenda të kutijeve të votimit. Maqedonia ka shumë ligje të mira dhe zbatuese. Ata që dëmtojnë procese zgjedhore dhe shkojnë dhe janë dënuar dhe kryetar partie, që mos i përmendej nga 2 vite me kush, vetëm me një telefonat që i ka thënë një tjetër voto për këtë parti. Vetëm me kaq është dënuar 2 vite kryetar partie, deputet apo tjerë. Pra, incidente nuk do ketë, nuk besoj se s'ka pasur, por çdo gjë mund të ndodhi, pushteti është t'i errson syt, leku t'i errson syt, të turbullon mendjen, dhe atyre që janë të dobët që i turbullon mendjen edhe syt, atëherë ata mund bëjnë incidente. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, të keni një shtunë të diel të mbar. Faleminderit.